Për këto festa kam qenë këtu në Gjakov, në familjinë e Shën Poalit edhe Shën Pjetrit në Gjakov. Ka qenë një atmosferë shumë e bukur, shumë festive për festën e Pashkëve, njerëz të shumtë në mesh, pjesëmarrës, por ka pasur edhe shumë argëimtar të cilët kanë ardhur që të festojnë në familjet e tyre. E kanë gjallënu pakës këtu. E vërtet, si çdo vit ata e shfrytëzojnë pushimin e tyre vjetor për festën e Pashkëve. Mirë po, e veçanta e kësaj feste është sepse është festë gëzimi, njerëzit gëzohen pasi që me padurim pritet ringjallja e Krishtit. Festës së Pashkëve i paraprin një kohë përgatitore prej 40 ditësh, e cila quhet koha e krezhmeve. Është një kohë e sakrificës, kohë e agjerimit, kohë e dhurimit për të tjerët. Zoti në këtë periudhë 40 ditësh na bën thirrje që ne të mundohemi të jemi më të dashur me të tjerët, të jemi më të përkushtuar në punën që e bëjmë, të sakrifikojmë nga vetja jonë për të bërë diçka të mirë për tjetrin, mirë po edhe të agjerojmë edhe nga ushqimi. Mirë po thirrja kryesore është që të agjerojmë në shpirt e pastaj për gjërat e tjera.